Po çfarë pritet të ndodhë në datën 4 korrik, teksa shumë analistë cilësojnë protestën në datën 4 si edhe një protestë anti-amerikane, duke qenë se është përvjetor i pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata analistët që thua atje, ata janë të tërë programës. Dhe ata s'bëjnë gjë tjetër veç se dizinformojnë dhe dizorientojnë opinionin publik shqiptar. Të vërtetë në opinionin publik shqiptar ja themi ne që kemi dalë sot edhe 30 vjet, 40 vjet, kur na fluturonte helikopteri mbi kokë në aty e Kurani saj në 90-të. Okay? A do ishte dorëheqja e Edi Ramës më datën 4 korrik një dhuratë qoftë për veten, po ashtu edhe për shqiptarët? Jo, nuk dua dorëheqjen e Edi Ramës pa dorëheqjen e parlamentit. Dhe pa anullimin e atyre marrëveshjeve, çka bën me Izraelin.